kthimi të rënjët, e urrejtje, përçlirim aga asimilimi. Shqiptarët nuk kanë lindur dje, nuk janë krijuar nga perandori, nuk janë formësuar nga pushtues. Shqiptarët janë pasardhës të ilirëve, dardanëve dhe arbërorëve, një popull autokton i këtij trualli mjeraveçar, me identitet, gjuhë, zakone dhe besim shumë më të vjetër se çdo pushtim që ka kaluar mbi këtë tokë. Të thuash këtë nuk është ekstremizëm, është e vërtet historike. Asimilimi nuk ndodh vetëm me dhunë, ndodh edhe kur harrohet historia. Pushtimet nuk synojnë vetëm tokën, ato synojnë mendjen, kujtesën dhe shpirtin e një populli. Historia e shqiptarëve është histori rezistence, por edhe histori e asimilimit të detyruar dhe të imponuar në kohë. Perandoria osmane, që sundoi këto troje për rreth 5 shekuj, nuk solli zhvillim identitar, por shkatërim të elitave vendase, ndryshim të strukturës shoqërore dhe deformim të kujtesës historike. Ndryshimi fetar në mas nuk ishte akt i lirë shpirtëror, ishte pasojë presioni ekonomik, mjet mbijetese, kusht për të shmangur taksa, dhunë dhe përjashtim. Këto janë fakte të dokumentuara nga historiografia europiane dhe arkivat osmane. Besimi i të parëve, identitet, jo dogma. Ilirët dhe arbërorët nuk ishin popull pa besim. Përkundrazi, ata kishin rite, kulte. Më pas, krishterimin e hershëm të përqafuar pa shpatë. Shën Pali predikoi deri në Iliri në shekullin i pas Krishtit. Ky fakt është i shkruar në Bibël dhe i pranuar nga historia botërore. Kjo do të thotë se rënjët shpirtërore të këtij trualli janë shumë më të hershme se pushtimi osman. Të nderosh besimin e të parëve nuk do të thotë të urresh askënd. Do të thotë të mos harrosh kush ke qenë. Kombi nuk ndërtohet mbi fe të imponuar. Këtë e kuptuan qartë rilindasit shqiptar. Pashko Vasa nuk e shkroi rastësisht. Feja e shqiptarit është shqiptaria. Fan Senoli, Atë Gjergj Fishta, Naim Sami Frashëri nuk ndërtuan kombin mbi dogmë fetare, por mbi gjuhën, historinë, kulturën, kujtesën kolektive, sepse e dinin se feja, kur përdoret nga pushtuesi, kthehet në instrument kontrolli, jo në rrugë shpëtimi. Asimilimi vullnetar është forma më e rrezikshme e humbjes. Asimilimi me dhunë lë plag. Asimilimi vullnetar fshin gjithçka. Kur një popull justifikon pushtimet, relativizon historinë, mohon rënjet, turpërohet nga e shkuara, ai nuk është më i pushtuar me shpatë, por me mendje. Të refuzosh asimilimin nuk është kthim pas, është çlirim nga haresa, thirrje për vetëdije, jo për përçarje. Ky nuk është apel kundër njerëzve, është apel për shqiptarët, kudo që janë, në Shqipëri, në Kosovë, në Maqedoni të Veriut, në diasporë, të njohin historinë, të nderojnë të parët, të kuptojnë se identiteti nuk është modë dhe as zgjedhje e rastësishme. Shqiptarët nuk kanë nevojë të mohojnë askënd për të qenë vetvetja, por kanë detyrimin të mos mohojnë veten. Përfundim, kthimi të rënjët nuk është urrejtje, është kujtesë, është dinjitet, është vazhdimsi. Një komb që di kush ka qenë, di edhe ku po shkon. Një komb që haron, zhduket pa zhurmë, dhe shqiptarët nuk kanë mbijetuar mijëra vjet për të zhdukur nga haresa.